atë të mesmen në viti. Si fëmijë, Niaziu ka një veçantë nga të tjerët, se Niaziu gjithmonë, si të mund të them, si prej klasës 4, 12 vjeçar e ka ndi vetën si e okupun, si i blokun në shkollim, në punë, e gjithësi. Gjithmonë ka thonën se na këtu s'do të kemi perspektivë nëse kështu vazhdojnë politika e shkavët ndaj neve. Qyshësi i ri ushqua me vendosmërinë dhe guximin për t'ju kundërvendhunës së regjimit të Beogradit në Kosovë. Vullneti i madh për të mundur robërinë slave e përshkroi edhe zemrën e këtij djaloshi sypatrembur. Edhe Niaziu synonte dhe punonte që populli shqiptar të jetojë i lirë dhe të prosperojë sikur popujt e tjerë të botës demokratike. Duke ndjerë peshën e rënë të dhunës e të shtypjes serbe, Niazi Azemi, sikur edhe shumë të rinj të tjerë shqiptar, angazhohet në lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës. Në pranverë të vitit 1989, Niazi Azemi së bashku me veprimtarët atëhershëm të kësaj lëvizjeje vendosin që më 25 mars në Ferizaj të ftojnë popullin shqiptar në demonstrata kundër politikës anti-shqiptare të regjimit të Miloševićit, e sidomos kundër ndryshimeve të dhunshme kushtetuese në Kosovë. Në këtë demonstratë të përgjakshme, Niaziu plagoset rënd nga një bombë shpërthyese në kacapytje me policinë jugoslave. Pas qëndrimit disa ditor në klinikën kirurgjike në Prishtinë, ai detyrohet të mjekohet ilegalisht dhe me ndihmën e shokëve shkon në Ljubljanë për të vazhduar shërimin. Ata na usollën neve në shoqatën Migjeni, pra Niaziu vetë i teti të plagosur nga Kosova, të cilët i sistemum në atë kohë shoqata Migjeni në qendrën klinike universitare të Ljubljanës dhe ishin nën për kujdesin pra të shoqatës Migjeni. Kuptohet që gjitha ato mjetet financiare që janë dashur për shërimin e tyre i ka mbulu shoqata, kuptohet me ndihmën e shqiptarëve, aferistëve shqiptarë të Slovenisë. Prej atëherë unë kam njoftë dhe kam rënë kontakt me Niaziun. Pas shërimit, Niaziu kthehet në vendlindje. Niaziu ishte i martuar dhe kishte 4 fëmijë, të cilët i pagëzon me emrat shumë domethënës: Kosovare, Kosovar, Flamur dhe Liridon. Ai donte shumë dhe vazhdimisht punonte që atyre dhe fëmijëve të tjerë t'u sigurojë një ardhmëri më të mirë. Ishte i dashur dhe i edukuar për të respektuar e nderuar familjen, farefisin, shoqërinë dhe gjithë ata me të cilët takohej. Në vitin 1992, Niazi Azemi me shumë bashkëmendimtar të tjerë nga Kosova ilegalisht kalon në Shqipëri për t'u stërvitur me qëllim të përgatitjes për luftë çlirimtare në Kosovë. Niazi Azemi, siç dihet, ka qenë në ushtrime ushtarake në Shqipëri, ku atëherë ka marrë pjesë në ushtrimet ushtarake bashkë me komandantin legjendar Adem Jasharin. Kur në atë kohë serviti Kallheq, i ndjeri, Ganineza, ish komandant Brisku në atë kohë në Shqipëri. Dhe prej atë ujtë ka pas shumë aktivitete të marrë Niaziu, si kalimin ilegal shumë herë për bardhjen e armëve deri këtu. Ka pas prej policisë serbe, ka pas flet arresti, se në çdo kufi ku të zinjët të arrestohet. Viteve të funit edhe kërkojshin për ushtria i refuzajke. E di se njëherë kem bisedë me ta, si prindët birë, tha, unë tha, kur do të bëhem, tha, ushtari i Serbisë, sepse, tha, unë tha, do të bëhem ushtar i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, a ushtari i Jugosllavisë kurse se. Niaziu detyrohet që përmes rrugës ilegale të deportojnë në Perëndim, ku angazhua si veprimtar i shquar i fondit Vendlindja Thërret për të siguruar mjete financiare për mobilizimin e luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në luftë kundër Serbisë. Kemi udhëtuar bashkë deri në Shqipëri, ku kemi kaluar aty afro 30 ushtrime. Ato Niazia ka 2 aftësitë e veta në ushtrime. Prej atë ujtë kemi kaluar në Koshare, jem rështu pranë brigadës 134 Bedrishala. Mbrinin e brigadën 134, që ishim brigada 134 Bedrishala, unë isha në atë kohë komandant brigade.
edhe mas disa dite do thotë luftime e njofta Niazin si luftëtar shumë të fortë, shumë të moralshëm, edhe mbas disa kohë do thotë me komandën e komandantit e zonës Ramush Haradinit na u dha urdhënesa që një batalion do thotë të veproj në kufirin shqiptar për thyrjen e kufinit. Dhe në atë kohë me disa ushtar batalioni do thotë batalioni 2 që ish komandant Togi Niazia arriti në Koshare në brigadën 138. Ai është ngrit në strukturën komanduese të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nga ushtari i thjesht deri në nivelin e detyrën e komandantit të Togut, në batalionin e 2 të brigadës 134 Bedri Shala. Është momenti kur një pjesë e brigadës, pra stafi komandues i brigadës, pasi që u plagos komandanti i brigadës Ismet Ahmeti, pasi që u plagos, dhe atë e tërhoqëm në Shqipëri bashku me 40 tjerë plagosur nga rafshi i Dugajinit. Stafi komandues i brigadës 134 me urdhër të komandantit të zonës operative të Dugajinit kalon në Shqipëri si ndihmë për në formimin e një brigade tjetër, pra një brigade numerikisht më të madhe me vullnetar nga të gjitha anët e botës që ishin në kampet e ushtrimeve në Shqipëri, dhe në batalionin e 2 të asaj brigade, që tani ishte komandant Gzimostreni, pra me urdhër të shtabit të Dugajinit, në batalionin e 2 komandant i Togut ka qenë Niaziu. Dhe është angazhimi i tij në luftime në Koshare, pra në kuadër të brigadës 134 në ndihmë brigadës 138 që e komandon të Rustem Berisha. Aty është pa, do të thotë, janë pa aftësitë komanduese dhe organizative të Niaziut, erdhë në shprehje morali i tij i lartë i ushtarakut tani, i komandantit. Shembulli i tij ishte nxitje për gjithë të tjerë në për luftra tjera. Me kujtohet një rast i Niazis, komandant Mjekrës, ishte t'ju pastru pushkën aty mesin ushtarëve dhe u afrovon. Dhe më tha, komandant tha, këtë pushkë nuk do t'a nshoj për i dore, se ka nevoj hala trojet shqiptare për luft, do të thotë është një ditë që njëherë për të naherë do të shlirohen trojet shqiptare nga janë. Niaziu ka marrë iniciativë vetë anake që rrugën prej Smolicës bukurasht gjatë deri në fshatin e tij të lindjes në komunën e Vitinjës të vi në kamp, në armatim. Dhe ato kemë kaluar një rrugë bukur të gjatë mundishme, me ka 30 kg në shpinë. Ato kemë barë rrugë gjatë 5 ditë. Dhe kur ke marrë në shtëpi, Niaziu është, kam emocione, nuk mund të. Niaziu gjithmonë në kujtime më rre, kur thoshte, edhe pas marrëveshjes, se lufta nuk ka përfunduar për ushtarin e Kosovës. Ushtari i Kosovës gjithmonë do të jemë deri në çlirimin e tokave shqiptare, definitivisht nga armiku. Me të 27 qershor sa muj, me ditë u kthy në shtëpinë tonë, ku më një mëngjes këtu në këtë taborin tonë, ne pam në hyni me uniformë dhe kështu si ka hyni ushtarit, aty u gëzum të gjithë familje. Dhe çfarë momenti ishte për ju atë në uniformë, me pa djalin e juaj? Ishte gëzim, por edhe mborëm, si një djalë joni na hyni me uniformë një ushtrisë tonë shqiptare, ku edhe u deshke ashtu të shofëm. Megjithëse unë frigohë kur e pash një ushtar na kthy dyrëve tona, por s'unë njofta se është i viri jona, po një ushtari i UÇK-s. Dhe kur na hini na borë, unë e pash se është Niaziu, sa mos më mshel dyrë se unë jam atëherë.
i thira këta prej shtëpis, ju thash o në erë Niaziu dhe Niaziu hini na bërë këtu, dha një rafal edhe u ban kështu një, si me thani, u gëzum gjithë dhe gjithashtu në erdhen edhe këta shqiptë tanë. Pas shpërthimit të luftës në luginën e Preshevës, sikurse shumë të rinj e të reja nga Kosova dhe viset e tjera etnike shqiptare, edhe Niaziu ju përgjegj pozitivisht kushtirimit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë për çlirimin e Preshevës, Medvegjës e Bujanocit. O, këtha, unë tha kom fillu, betim kom dhanë se deri përfundon çlirimi të gjitha trojeve shqiptare, unë luftën e Pushkën s'kom e lëshue. Tha, mu tha me sumgot, tha, unë tha kom e vazhdu atë rrugë edhe besën që kom dhanë, tha, kom e qitë deri në skajt. Nën komandën e Niazi Azemit, me urdhën e tina, janë mobilizuar dikun 45 ushtar, me pajisje ushtarake komplete, dhe janë nisur me urdhën e shtabit përgjithshëm në zonën e operative të Preshevës, konkretisht në pikën të quajtur të Sefert, dhe janë kyçur në brigadën 115. Pra asaj kohe, organizimi në atë brigadë ka marrë një formë të lartë organizative dhe ushtria shqiptare e Preshevës me Medvegjës Bujanovcit ka korrë suksese të reja në frontet e luftës. Takimet e para me Niazi Azemin, komandant Mjekrët, i kishim në malet e Karadakut, Preshevës, në fshatin Sefer, aty për herë parë u takuam me Niaziun, shkëmbye mendimet e tona. Niaziu ishte radhitur në atë kohë në fillim luftës tonë të çpërmbës, me njësitin me togën e vet nga Vitia i cili ishte ardhur. Edhe Niaziu si udhëheci atij togë një ndër ta. Kështu që gjatë betejave që i zhvilloi ai atë kohë, arriti të korrë sukses shumë në teren. Ishte emënuar edhe më vonë tani komandant i brigadës 115. Kështu që me te arritëm të bashkojmë edhe forcat, edhe të formojmë zonën operative të Preshevës, ku edhe thashtë se ishte i emëruar zëvendës komandant i zonës operative të Preshevës. Ishte i suksesshëm gjithnjë në për betejat, printe i pari me shokë. Ju thëmë kështu namën personal të zonës, do thotë referendumi i vitit 92 është bazë për bisedime. Do thotë matutje mbetet të shifet edhe nga pozicionet e sërve, se çfarë kërkojnë ata. Po do ta kemë një gjatë qartë, se deri plotësimin dhe lirimin definitiv të toka dhe troje shqiptare ne do t'i mbajmë armë. Niazi Azemi është njëri nga aktivistët e çështjes në orëve të para dhe luftari i orëve të para që ishte edhe në luftën në Kosovë. Ai pra kudo që paraqitej nevoja për të luftuar, për të sakrifikuar, ishte gjithmonë aty prezent. Kishte një vendosmëri si në luftë, në qëndrim, po ishte edhe i pjekur politikisht dhe dinte se për çka luftonte dhe çka kërkonte në momentin e caktuar. Komandant Mjekra ishte shumë i afërt dhe i dashur për ushtarët e tij, nga të cilët kërkonte disiplinë e shkallë të lartë të mobilizimit. Në tonë djetën, në tonë sakrificën e popullit shqiptar, sidomos të këtyre trojeve, na thot gjini me shumë. Prandaj kur e them. Ka qenë djesa e bashkë qytetarëve. Dhe do t'jetë gjaku ju, për të mbrojt vatanit, për të mbrojt qytetarit. Efektivit. Gaditu! Jota sev!
Canditu! Moita seu! Ceso! Të nderuar ushtarë, koha nuk na premton të rrimë sot. Tani do t'i rrokimi punën, sipas detyra dhe programit që kemi pas para dhe do të hartojmë matutjen, strategji dhe veprim. Udhëroni komandante togje me ushtarë, punë. Niaziu vazhdimisht kontaktonte me popullatën e fshatrave të Malësisë së Karadakut, të cilin e respektonte në mënyrë të posaçme. Aktivitetet e tona ushtarake, që nga dita parë, dhe themelimit të UQV-s, që gjithmonë kanë qenë dhe ka lindë prej jush. Pra, si që po e shifin edhe vetë, tani, kjo është realitet. Nuk është vetëm ëndër, nuk është vetëm premtim i dikujt. Por me vërtet është realitet, gëzohem që gjinem para popullit tim. Po ju garantoj se personaliteti im, me gjithë pozitën, me gjithë mishën dhe shpirtin, do të sakrifikoj edhe ju vetëm unë, edhe gjithë ushtarët, ka tregu gatishmërinë, akoma do të tregoj, për të sakrifiku edhe më të dhëmshme, ne jemi ata shërimtarë. Ushtria jonë pat avansu në disa pozicione të reja prej fshatit Sefer, ku kishim qëndruar një kohë gjatë aty, shkum dhe morëm pozicione të reja në fshatin Lafet, ku aty u bën një bazë fort dhe filluam me njerë kontrolin të bëjmë në rrugën Preshev-Gjilan. Për herë të parë, domethënë aty kemi bërë kontrolin ushtrak në fshatin Lafet. Ekipi i radio-televizionit të Kosovës pa të vizituar shpesh luginin e Preshevës, e me këtë rast edhe luftetarët e UQPMB-s në Malësinë e Karadakut, të cilëve u prinin Mustaf Shaqiri, komandant shpëtimi, dhe Niazi Azemi, komandant mjekra, me epro të tjerë. Zoti komandant, si është situata në këtë zonë dhe apo respektohet marrëveshja para në pushim? Po, situata njerë është sa me qetë relative, armëpushimi është duke u respektu në mënyrë të përpikt. Po, hyrja e forca serbe në zonën C, toksore, të sigurisë, si është pritën nga populata kësaj jone? Hyrja e forca, militare dhe paramilitare, një ushtrije terroriste në zonën C të luginës së Preshevës, nga populata është e papranueshme. Ka pas edhe një incident të ushtarëve serb mes një fëmije, të cilët ja kanë vënë bajonetën në fyt. Dhe forcat serbe thjesht janë të
nuk janë të mirësarë në ato truje. Ju api përmbrojnë arpëshimit ashtu si është para parë? Për momentin jemi duke u përmbajtë. Si e shihni ju pas arpëshimit, a do të krijon kushtet për fillimin e negociatave shqiptar-serbe për zgjidhjen politike të këtij problemi? Nuk e besoj, nuk kam shpresa negociata. Për arsye se mirë e dimna se kush janë forcat serbe. Ata e kanë dhënë provimin pa popullatës shqiptare në Kosovë. Me tame, kur u banu me dal, për me u rujke daj me djone, mos me përcjellë se u mërzit shajle. Aty spata i dika me jamajtë, dhe i nënë tha, unë e thash o dha marë gjele jam, tha marë pa që i nënë tha, po, tha më së më zenë, tha se jam tha në Gjermani, tha po zenë më sukur në luft që jam. Thash, edhe unë u mërzita janë isa me kaj, thash një zë, thash nana vete, ke zgjedh këtë uvë. Thash nas, ta kemi dhanë. Tha që këtë gjykë se ka zgjedh, tha dhe në fund ka mi dalë. Tha vetë që të fjallë për të jaupi. Edhe na unë isëm këtë taun, a ju nisë në taun, ma supam. 2 muaj para se me ro, unë jëmë taku të shpia Paqita e Res, dhe a mu mësa me mësu. Mas mu dhe qka. Edhe ti e të mësu, të shë e nëzë se shkëqyshëm? Po. Unë me babin jam taku për të fundit në Remnek të një shokit ti. Dhe ajë më tha kur unë esë për luftu më tha që të mësaj sa më shumë. Edhe ti? Edhe unë... Mbojt fjallën? Po. Edhe unë jam krenar që kumë pas asi babi. Pas një marrëveshje të imponuare të të disfavorshme për shqiptarët e Lugines e Preshevës, forcat serbe tentuan të deportojnë edhe në disa vendbanime shqiptare në majtësinë e Karadakut. Komandant Niazi Azemi me ushtarët e brigadës e tij vendosën që përmes rezistencës së fuqishme të kundërvijnë atyre për të mbrojtur popullatën civile. Më kujtohet momenti i fundit me Niazin, kur ndam, nga staneci kur sulmum për mbuhesh të forcat e serbe ku ishin të pozicionuar në bunkera, aty i bëm disa orë luftime, edhe pat humbje të mëdha të serbe, unë vetë me sytë me i pash serb e vram. Edhe nga aty erdhë Niaziu, komandant mjekra, duke kalu rrugës për të shku me shiqu se cili ushtar joni u plagos. Aty unë dalë me mu me bisedu dhe i thash se në këtu në mbrëmje duhet të tërhekmi për shkak se nuk mund të thejmë atë barikad ashtë madhe të serbe, megjithse patëm sukseset maja deri aty, mirë për Niazia ishte qaq komgolës dhe qaq i vendos në qëndrimet e veta, tha se aty ku je, sonte do t'i mbarojmë istikamet, edhe deri në ushtarin e fundit do të qëndrojmë këto. Në moment që ka fillu aksioni, komandant mjekra ka dhënë urdhën që në gjitha pikat ku ishim të filloj aksioni. Dhe unë, se komandant mjekra me 3 ushtarë tjerë, i marrë dhe i pozicionu të bunkerat, ku aty me të pozicionu me të bunkerat, komandant mjekra ka shkep me mortaj në bunkerin e parë të serbe që ka qenë përballë, po them distanca më e lartë 100 metra. S'ka mund me qenë më larg edhe veç do thera kem pas përpara, asnjë mbrojtje tjetër s'kem pas, nuk kem pas pozicione aty. Edhe ka shkrep prap 2 mortaje tjera, 2 preda tjera nuk na kanë shkrep. Dhe me qenë se aksioni dikon filloi rreth orës 12 dhe usosën në predat, më ka dërgu dhe t'i marrë predat të pozicioni tjetër ku ishim përmi punkt Saravajkës, atje ku kishim të municion. Unë isha edhe si komandant skuadre. Edhe më tha mu, tha tha hajde me mu. Edhe u qumë, dollëm pi ku na gjujtër shkijet. Fillim, shkijet veç 20 metra i kam pas bunkerat prej neve. Edhe u qumë, shkum të aty, edhe tha, dosh me ardë ka me ushtarë edhe me majtë që të pikë.
që tu do të vendosësh. Mirë, thash komandant, edhe vendosëm me aty, bile morëm pak edhe ullë, pak më të gatë ka u këthym, në vendosi, në përpika. Kur u nisë komandanti për të shkoj të këta tjerë të ushtarë mi vizituun, aty dullën dikun shkijet si në prit, edhe u plagu komandanti. Po në të momente, une kur ka ranë, i plagu, une ku morë njerë për të vdekt. Një 30 metra e ku ngrej për të vdekt. Tre ushtarë ishin të mblu, me zjarë, të nëzirë. Une morat një 30 metra e bojta për të vdekt. Aty, kur e qova të ushtarët atje, ative që janë isi me folë. Granatat së ndërpreshin heq, të më gjujtë, për me marrë këfomën, e komandantit. Ma ty i dul ajo klapa qesh. Aty edhe, kur e kapëm me ata 3 ushtarë që isha une, thalë shumë tha se nuk njitha për shka. Edhe në momentet më të vështira, komandant Mjekra për ushtarët e vetë kishte mesazh të qartë. Po thështë e luftëm se nalë, luftëm së ta nalë. E morën e hypëm gjep për me njës të këfori, e që të ku e kishme edhe shtabin, Karbali. Aty në gjep e morën prehen, ja mojsh edhe plagën me dorë që mësë bëj gjak derdhje. Rëgjaj dikun ka 75 minuta qështë. Edhe nisa kur e nisa në Karbali e qumë, një motër milicionali edhe i një kësi, pja ty të mora për me nisën për të këfori më desë në uën pranë. Pra Njazi Azemi ra heroikisht më 26 mars të vitit 2001 në Kurbali, pas një lufte frontale me forcat serbe në mbrojtje të popullatës shqiptare të Karadakut të Preshevës. Lajmi për rënien e tij jehoi i dhëmshëm kudo. Atë e përjetuan më së rëndi bashkëluftëtarët e tij. Momenti vështirë ishte për ne shumë ushtarët. Dhe ai gjik ka pas gjitha virtyte që mund mi pas një dëshmor i kombit. Me atë nuk kem humbur ne si rreth, ne si shoqënia tina. Atë ka humbur e gjithë Kosova. Jo, humbja nuk ka qenë vetëm për Preshevën apo Vitin, por ka qenë për tërë territorin shqiptare. Ramja tina preki edhe të onë. Preki të onë, sepse nuk e kisha mendu vdekin e komandant Mjekrës. Nuk e kisha mendu asnjëherë. Për që për bën, me të vërtet ishte humbje e madhe me ramjen e komandant Mjekrës. Gjithmonë do t'jetë në kujtime tona vepra e komandant Mjekrës dhe të gjithëve dëshmorëve që na ranë. Pavarësisht se një proces konsiderohet në zhvillim një proces politik në luginën e Preshevës, pas rënjës se shumë njerëzve ma meritorët që do t'i qoja si rënja e Njazi Azemit, komandant Mjekrës, Bardul Osmanit, komandant Deltës e të tjerëve, procesi konsiderohet në zhvillim, po mjerisht ne, shokët e idealit ose të një qëllimi që kemi arritë arrim, thuj se jemi marginalizuar dhe kemi ngelur vetëm si zëdhënës të idealit për cilët ata u flijuan. Lajmi i vështirë, në vërtet lajmi i ranë, por e mendojshë nga njëherë se edhe disa prindë, sikur se ne kanë përjetu para meje. Na mburemi, krenohemi, por shka them të ashte Njazia si Njaziu, keme edhe tjere, asi luftarë që në vërtet nuk lejojnë që koma e hujtë në shkelin të rojet tona. Po në dishta të thamë si gjithë dëshmorët e tjerë në mesin e tje dhe Njaziu lanë për të mos vdekur kur. Ata nuk kurstojnë asgjë për këtë tokë, për këtë liri që ne sot e gëzojmë. Andaj të mos ngarojmë ata, të mos e shkelim gjakun e tyre. Unë mbështetja ime është tek fëmijët e mi, kam 4 fëmijë, 2 djemë e 2 vajza. Lavdi dëshmorëve të kombit e jetë të gjatë dhe fat fëmijëve të Kosovës. Më 28 mars të vitit 2001 në vendlindjen e Njaziut, populli dhe veç mas rinia e bashkëluftëtarët e tij i bën ndërime të mëdha, duke bërë homazhe në shenjë respekti për veprën madhore të tij.
Pjesëmarrja masive e qytetarëve nga të gjitha vizet etnike shqiptare dhe varrimi i komandant Mjekrës me nderime të larta ushtarake pranë shokëve të luftës e të idealit dëshmorëve të kombit në viti, më së miri dëshmon pavdekësinë e Niaziut. Familja e dëshmorit Niazi Azemi vizitohet vazhdimisht nga bashkëdhetarët tanë e veçmas nga shokët e luftës në Kosovë e Lugin të Preshevës. Ata i pret babai Ramushi dhe djali i madh i Niaziut kosovari. Po, vizitat na kanë ardhur pa ndërprej, me siguri. Kjo është preja se dite gocës që me pa asnjë ditë që me pa vizitos. Sidomos prej Kosovës Lindore, prej Asajone na kanë ardhur grupe. Dhe i falenderojmë, kështu që Lavdi. Në shenjë nderimi për veprën madhore të komandant Niazi Azemit, bashkëluftëtarët, bashkëvendasit e tij dhe institucionet e komunës së Vitis morën iniciativën që në sheshin kryesor të Vitis të ngritet shtatorja e komandant Mjekrës. Kjo iniciativë u përkra edhe nga Kuvendi Komunal i Vitis dhe qytetarët e saj me rrethin, prej nga udhapërqimi për ngritjen e shtatorës në vendin e caktuar në sheshin që gëzonte këtë emër disa vite më parë, Niazi Azemi, komandant Mjekra. Prandaj ky monument i ngritur këtu tregon pagdesinë dhe populli nuk e raron e bijat që vdesin për lirinë e tij. Kjo shtatore do të jetë një rreze me dritë që do të na tregoj rrugën e lirisë dhe historinë ta vërtetoj. Për ata breza që do të vinë pas, si dhe ta njohim më përse afërmi të drejtën tonë për vetëvendosje, për atë edhe që luftuam. Urime ju koft shtatorja Lavdi dëshmorëve dhe gjakut të derdhur për lirinë e dheut. Dhe në përvjetorin e rënjes së tij, më 26 mars të vitit 2007, në mënyrë solemne u bë inaugurimi i shtatorës së dëshmorit të kombit, Niazi Azemit. Lavdi. 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 Kjo shtatore ja ka shtuar bukurinë sheshit kryesor të Vitis, ku qytetarët e sidomos rinia përkujtojnë me krenari veprën madhore të dëshmorit të lirisë Niazi Azemit dhe të dëshmorëve të tjerë që u fliuan për lirinë e popullit shqiptar. Ajo do të shërbej burim frymëzimi dhe udhërrëfim për të gjithë brezat.